Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur, besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën për si atje mbi ajetet 172 deri 175 nga sureja Ali Imran. Vëllezër të dashur, Allahu Gjellëshanuhu e ka zbritur Kur'anin familart, që ne ta lexojmë atë, ta kuptojmë atë, ta studiojmë atë dhe mandej të veprojmë dhe punojmë në bazë të tij. Allahu Gjellëshanuhu në ajetet 172, 173, 174 dhe 175 të surës Ali Imran, me të cilat ne sot do të jetojmë këto çaste para kohës së namazit të xumas, e inshallah të reflektojmë, të kuptojmë, të mësojmë e pastaj të praktikojmë. Allahu i lartësuar thot kështu: Alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Dhe ata të cilët ju përgjigjen Allahut Gjellëshanuhu dhe të dërguarit të tij pasi që ishin shumë të plagosur e lënduar. Lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Dhe ata të cilët bën vepra të mira, ju friksuan Allahut Gjellëshanuhu, vërtet do të kenë shpërblim të madh. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dhe ata njerëzit kur ju thanë se hipokritët janë tubuar kundër juve dhe friksohuni prej tyre se ata janë tubuar kundër juve, çfarë ndodh me besimtarët? Fezadehum imana. Ajo besimtarëve i arriti edhe më shumë bindjen. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dhe thanë, na mjafton Allahu sa mbrojtës i mirë që është ai. Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl. Kështu që ata u kthyen me mirësi e begati nga Allahu Gjellëshanuhu. Lem yamsashum su, dhe nuk i goditi ata asnjë e keqe. Wattaba'u ridwan Allah, pasonin kënaqësinë Allahut të lartësuar. Wallahu dhu fadlin azim. Vërtet Allahu është dhurruesi i mirësive pafund. Innama dhalikumu shejtanu yukhawwifu awliya'a. Vetëm që shejtani është ai i cili ju shtije frikë atyre që i friksohen atij, atyre ju shtije frikë. Fela takhafuhum, për atë mos u friksoni as nga shejtani, as nga ushtarët e tij që i friksohen atij. Për atyre mos u friksoni. Çfarë? Wa khafuni in kuntum mu'minin, më friksoheni vetëm mua nëse jeni besimtar të denj. Këto ishin ajetet 172, 173, 174
dhe 175 të surës Ali Imran, e të shohim, t'i kuptojmë më mirë, të marrim mësimet e këtyre ajeteve, të dalim që këtu dhe t'i kemi praktikuar në jetën tonë praktike, inshallah. Dietarët e historisë, kur flasim për këto ajete, është qëllimi tek lufta e Uhudit. Ne dim se në luftën e Uhudit, besimtarët u sprovuan shumë. Ishte lufta e dytë, e para ishte Bedrit, vitin e 3 Hijretit, fituan besimtarët. Vitin e dytë ishte Bedrit, vitin e 3 ishte Uhudit dhe humbën besimtarët. Dhe kjo vërtet ishte një vuajtje, një plagë, një humbje jashtëzakonisht e madhe, dëmtim i madh për besimtarët musliman. Në këtë luftë humbën jetën 70 nga shokët e pejgamberit alayhis salam. Shkoi shahid, zotëniu i shahidave, siç e quajnë pejgamberi Hamza. Pejgamberit alayhis salam ju thyen dhëmbët. Ai u plagos, ju qarë koka Muhamedit alayhis salam, kullonte gjak trupi i tij dhe përfundoi lufta me humbjen e besimtarëve. Mirë po, idhujtarët Mekas nuk ishin të kënaqur me këtë humbje. Nuk ishin të kënaqur me këtë dëm që i bën pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve. Kur u bashkuan ata, filluan festën e fitores së tyre, u qua Ebu Sufjani edhe tha kështu: ne tha, nuk e kemi vrarë Muhammedin, as që ja kemi thyrë rënjët e tij. Pse festani? Pse gëzoheni me fjalë tjera? As që e vram atë, po as që ja thyem rënjët e tij. Çfarë keni bërë? Send. E çfarë të bëjmë? Prap kthehemi t'i luftojmë deri në përfundimin e tyre një herë për herë. Edhe e futi idenë e kthimit edhe një herë t'ua bëjnë besimtarve ajo që është më e keqja për ta, se nuk e kishin boll me ato dëmtime. Çfarë ishte përgjigje e besimtarëve, o vëllezër? Çtash vjen ajeti kuranor dhe na thot përgjigjen. Ju lutem ta marrim me shpirt, me zemër, edhe t'ju ngjajmë sahabëve në këto përgjigje. Cila ishte përgjigje e Muhamedit alayhis salam dhe e besimtarëve në këtë rast? Ishte kjo, ajeti 172 i surës Ali Imran. Alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Kur dëgjoi Muhamedi alayhis salam se Ebu Sufjani me një pjesë të ushtrisë do të ktheheshin përsëri në Medinë dhe do të donin të vritnin Muhamedin alayhis salam, të shkatrojnë rrënjët e Islamit, atëherë i thiri Muhamedi alayhis salam sahabët të cilët ishin të trishtuar nga pasojat e luftës, të cilët ishin të plagosur në lëkurat e tyre dhe trupin e tyre, ishin në një rrëzim total emocional nga shkaku i humbjeve të mëdha, përse në zemrat e tyre kjo humbje nuk shkaktoi asgjë përveç se ngritje, përveç se shtim të imanit dhe mbështetje dhe më të fuqishme të Allahu Gjelle Shanuhu. Dhe i thanë,
Alladhina istajabu lillahi war rasul. Dhe ata kur i thiri Muhamedi alayhis salam dhe ju tha se Mekasi do të ktheheshin përsëri t'i luftonin deri në përfundim. Dhe se ne duhet të kthehemi kështu të raskapitur, por se të vazhdojmë luftën tonë për ekzistencën të drejta dinjitetin tonë. A e dini çfarë i than ata të plagosurit deri në atë mas? I than përgjigje një zëri: Lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun adhim. I than nisu ja Rasul Allah, se ne do të nisemi pas teje dhe do të shkojmë, do t'i ndjekim dhe do t'i luftojmë deri në fund. Sepse humbja veç që ja urriti imanin, sepse ata e kishin të rënjosur besimin, e kishin të rënjosur në zemrat e tyre bindjen në Allahun e lartësuar dhe mbështetjen tek Ai, që ne i marrim sebepet dhe premtimi i Allahut do të realizohet, se fundi është i atyre që janë të drejtë dhe respektojnë fenë e Allahut të lartësuar. Atëherë Allahu i lavdroi duke ju thënë se Allahu atyre që ju përgjigjen edhe përkundër raskapitjes, thirrjes pejgamberit alayhis salam për të vazhduar luftën, ata vërtet janë nga bamirësit, vërtet nga ata që i friksohen Allahut të lartësuar. Ajeti tjetër thot: Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. A dini çfarë ju thanë do njerëz aty në Medinë, që nuk e kishin nivelin e imanit dhe mbështetjes sa duhet? E çfarë ju thanë? Qad jama'u lakum, humbët, të raskapitur, të plagosur, të gjakosur. Ku shkoni prap? Ku niseni prap t'i ndiqni Ebu Sufjanin në atë ushtri që ju mposhti? Ku jeni nis? Mora nuk keni frikë për tyre që do t'ju coptojnë copa, do t'ju bëjnë juve? Do njerëz. Edhe sot ka që ashtu do. Edhe sot ka pjot do. Ndalu thot, të frikë ty, ku do neseshte? Fezadehum imana. Por këtyre sahabëve të dej në besim, edhe pse muhabetet e njerëzve ju thonin ndalu, ata nuk u ndalën dot, vetëm që ju shtoheshte bindja edhe më shumë të qëndrojnë në rrugë të Zotit. Çfarë ndodhi? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ta mësojmë çka sot. Dhe thanë na mjafton Allahu. Ai është mbrojtësi më i mirë. Subhanallah. Ne kemi Allahun me vete. Na frigosin njerëzita? Asnjëherë. Veç që duhet ta bëjmë punën tonë dhe të mbështetemi në Allah dhe të shkojmë para. Ama jo me shibe, jo me dyshime. Kush do nisej pari be atë shkoj atë hikja e. Jo, kështu jo. Por se i bindur në Allahun, në premtimin e Allahut se unë do t'i ndihmoj besimtarë dhe se fundi do jetë në dobinë e tyre, marim sebepet edhe vazhdojmë. Këtë mas mirë ti e sqaron hadithi pejgamberit alayhis salam, cilin e transmeton Ibni Abasi, kur ju thanë njerëzit që shu, kur nisini be, po t'ju shkatrun jasini ju, të raskapitët e në Allah të shkoni t'i luftoni në një hera, bile do t'i ndiqni mbas. Nuk shkon matematika e njerëzve me kushte fizike, nuk shkon. Këtë rast e tregon Ibn Abbas radiallahu anhu qal hasbunallahu wa ni'mal wakil. Than hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu, Allah është mbrojtësi më i mirë. Qala Ibrahim alayhis salam hina
ulqiya fi an-nar. E tha Ibrahimi alayhi salam kur e hudhën në zjarr. Çfarë tha Ibrahimi? Ta mbaj mend, ta mësojmë. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ose shqip, na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Edhe kush e tha mrapa? Wa qalaha Muhammedun sallallahu alaihi wasallam hina qal, dhe kur ju thoni njerëzit kështu, dhe i bënin pishman që ti ndiqnin, jo besimtarët e ti luftonin, dhe vazhdojnë rrugën e Zotit edhe mbas që humbje dhe raskapitje, çkët lutje e tha pejgamberi alayhi salam, dhe pastaj e than edhe sahabët. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Edhe çfarë bën? Vazhduan t'i ndjekin jo besimtarët, idhujtarët, të cilët kishin vendosur që të kthehen t'i luftonin përsëri. Allah pas e thot, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Edhe ato, thot Allahu, i ndoqën, vazhduan, i ndoqën, idhujtarët, mirë po, çfarë ndodhi? Shkuan, idhujtarët ikën, dhe këto u kthin, shëndoshe mirë, pa asnjë dëm. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. Pse? Se këto ishin të bindur, u mbështetën në Allah, i morën sebebet e bon punën, edhe e morën shpërblimin e Allahut. Wallahu dhu fadlin adhim. Vërtet, Allahu është dhu fadlin adhim. Është nga dhuruesit më të mirë. Dhe këto sahabët i ndoqën idhujtarët e Mekkes deri në 8 milje në bazë të haditheve që e transmeton Buhariu edhe Muslimi, i ndoqën deri në 8 milje. Kur kuptuan Ebu Sufjani me ushtrin të cilën e kapi ajo euforia se ne jemi edhe ne mundemi dhe ne do t'i kputim, do t'i shkatrem, do t'i opresim rënjët, do t'a mbisim Muhammedin alayhi salam, kur e kuptuan sa ata ju shkojnë pas, çfarë? Ju hini friga këtine, edhe vazhduan rrugën për në Mekke. Pastaj Allah thot në ajetin 75, Innema dhalikumu shejtan yukhawwifu awliya'a. Shejtani është ai i cili i frikson miqt e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Shejtani është ai i cili i frikson miqt e tij. Dhe ne duhet ta marrim këtë mësim sot. Frika nga kush na vika më tepërmi? Na vjen nga shejtani. E si duhet luftuar ne? Si luftuan sahabët. A jemi në hak? Po. Jemi në fen e hakut? Po. A premton Allahu që fundi do t'jetë për besimtarët se janë në hak? Po. Atëherë, a ka nevojë ne të friksohemi? Në asnjë mënyrë. Nga çka friksohemi më së shumti? Nga vdekja, se nëse duhet luftosh, mund të humbish jetën. A ja vlen neve ta dëgjojmë shejtanin dhe të na shti në mendjen tonë se do shkosh do luftosh edhe do humbish jetën? Jo, as se si. Nuk duhet të ekzistoj kjo tek besimtari musliman. Në asnjë mënyrë. Pse? Sepse vdekja është paraprakisht e caktuar nga Allahu
i lartësuar. Kur besimtarët ishin në Mekke, muslimant, edhe lutnin pejgamberin a.s. ta lus Allahun që t'ua lejoj të paktën në vetë mbrojtje luftën. Cila ishte përgjigja e Allahut për muslimantët në Mekke? Ishte kufu eidiakum, mbyllni durët tuaja. S'ka në Mekke sabër. Kur ishin në Medine, u forcuan, dhe atëherë Allahu ju tha, in qatelukum, kur dëvu luftojnë ato juve, faqtuluhum haythu wajadtumuhum. Atëherë ju luftoni kudo që ti gjeni në luftë. Shif, në Medinë kur u forcuan, edhe atëherë e ndruan strategjinë. Atëherë vaboni obligim Allahu luftën në vetë mbrojtje. Çfarë ndodhi? Kur i thiri Allahu me këtë ajet kuranor, disa që ishin pak më të dobët, më labil, filluan të friksohen. Dilojnë familjen, dilojnë punën, dilojnë frongat, dilojnë biznisin, çkën luftë. Ka daleve shefën e njerë këtë mesele, më ka dë një sent mandrisheve, dë një përjashtim, si të shkën luftu në qëtej dë vdes. Që kështu edhe atëherë kishte, e në bashkë që ato që japin zorë të di, dë bëjmë, hajde, luft, ato të parët i kje mrapa shofin dë një sent pak mandrishe, dë një farlehtësimi. Çfarë ju tha pejgamberi a.s. Ju tha vdekja është paraprakisht e caktuar. Nëse shkonin luft, nëse nuk e ke nasib të vdesish, të plasish, s'un vdesish. Ama të plasish, të vdesish, s'un vdesish. Rreth 120 lufta ka bërë Khalid ibn Walid. 120. Kreti ka fitu. Studiot historia atine për akademit, ushtarake botërore Khalid ibn Walid. Lexoni, shifni. A dini ku ka vdek? Ka vdek në shtrat, dhe është e njërë poezia e ti, thot, dhe vdes në shtrat si lopa që vdes, që ngordh në ahrin e saj, në grazhdin e saj. 120 lufta. Kreti ka fitu. Edhe rrezik si ajmo, si të mos luftën kundër perandorisë persiane. Edhe çfarë? Nëse shkon në luftë, o të plasishme nëse nuk e ketë vdesë, s'un vdesish. Për atë shko, thot Allahu rahat, lufto. Lufto se s'un vdes, para. Po nëse rrin shtëpi, në punë, nga frika, mos mendo, thot pejgamberi dhe se ke shputun nga vdekja, nëse ki të bjerë infarkti dhe të vdesish, se ke të vdesish. Edhe atëherë, elhamdulillah, këto besimtar, të bindur, unë mbështetën në Allah, bismillah, edhe vazhduun. E këtu ishte edhe Abu Bekri, edhe Zubejri, bashkë me ato 70 sahabe me plak, edhe vazhdun ti ndjekin dhe i ndoqen. Kur e kuptoi Abu Sufjani, iki. Edhe ne sot më parë dhe nismi një projekt për tujve dhe zojsh dyshime, a bën, a s'bën, a shkon, a s'shkon. Si pes shkon e ina në hak. Po tërë bismillah. Di përvjeli mangët edhe vazhdim punën. Inshallah. E kush është ai i cili na shtit frikën nga vdekja? Qen ka shejtani. E sahabët si e përballun kët, ashtu siç e thon, se plasish s'u vdes as para as mbas të vdesish në vaktin e vet. Qetra kush të ndalen? Kush të ndalen? Të ndalen interesi i pares. Çfarë thot Allahu? As këtu mos ju ndal. Edhe kjo shejtani ju mashtron. Se nëse ipni për Allah, do kesh më pak. Kjo është matematik e shejtanit. Keni 1000 franga, jepni 100 franga, 900 kanë mbet. Kjo matematik e shejtanit. Allahu, inne shejtani yaidukumul fakr, thot Allahu. Kur'an në thot. Kur e pare për Allah, shejtani thot, a u bën e fukara për 100 franga. Allahi ju premton shtim të asaj.
E përshqetëson dhe ngjëm shejtanin e Allahun. Pra s'duhet ta ngjëm shejtanin askur të na friksone, si qenë ka strategjia ati të më friksone, askur të më thotë, ma e bese do bësh fukarat, ma e mbaj për vete, e në atër nuk duhet ta dëgjëm, se Allahu do t'i shtoj ata që japin për Allah. In kuntum mu'minin, kush vepron kështu, ata të cilët janë besimtar, të denjë si ishin sahabët, Allahut të avon edhe neve, inshallah. Neve kemi shumë dobi nga këto ajete, atë që të kisha dashur të veçoja, është mësimi të marim sot me vete në vështirësi, në hale, në gajle, në telashe, në probleme. Kur di kemi, dë bëjmë edhe ne si bëni kush Ibrahimi a.s. edhe si bëni Muhamedi a.s. Cila ishte ajo? Të dy, kur ishin më rond, më vështirë, çfarë thanë ato? Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu sa mbrojtës i mirë që është ai. Kur i bindur në Allahun, e tha këtë lutje Ibrahimi a.s. Çfarë ndodhi me Ibrahimin a.s.? Çfarë ndodhi me zjarin që Allahu thot ishte i ndezur fort, ishte i ndezur flak shumë e madhe për ta djegur Ibrahimin a.s. Po Ibrahimi ishte bindur, i mbështetur në Allah sa ai do ta shpëtoj. Si be qash bindje? Po. A dini si me bindje me mbështetje, më falni, me mbështetje në Allah, se krejtë në dorë të Allah, që këtë ta marim? Me mbështetje se krejtë në dorë të Allah, sëndbe nuk mund të ndodhe. Jashtë sa ai që e ka caktut, plasi, nuk ndodhë, nuk ka shans të ndodhe. E nëse kemi që këtë mbështetje, si kishtë Ibrahimi, edhe ne e kemi që kështu, ma pa më u dritë të mrenda, se kjo punë e zemrës, se kollajkin e ta folim, ama ta përjetojsh qështu. A besoni se shumë probleme do të në largohen vetëm me mbështetje në Allah? Që të ndodhe be? Po veç Allah që ka shkruaj u kri problemi jetë. Si Ibrahimit a.s. Ma dje ka ndodh, smundje të ronda jënë shëru me këtë mbështetje në Allahun. Çfarë thot Allahu? Kulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ai ishte i bindur, i mbështetur në Allah se ai do ta shpëtone. Ato e morin e hudhin në zjarr, ai se ka gajle hiç. More. Abe çka tamam ki njeri be nuk e ka hiç, pat nuk i bën syni. Po pse sa ai është i lidhet me Allahin? Ai është i mbështetur në Allah se të shpëtone. Hajde ta shafim këtë njerë, po shef një, hajde bismillah. Sa të zbon bismillah, e hudhën në zjarë. Çfarë i tha Allahu zjarit? O zjarit djeg për ne, që të mërim e vesht, të shkrim hekrin, të bëjmë ato që ne dojnë neve për metaleve. Amë për Allahin nuk vlen hekri, zjarit djege. Tha, o zjar, e urdhnoj, bohu berden iftoft dhe selama shpëtues për Ibrahimin a.s. Edhe shpëtoj. E thaj Muhamedi a.s. Qfar? Shpëtoj, ikën dhe me thonë, edhe ne o vlezër, ta marri me vete. Nëse, kemi vështirësi, kemi hale, thuj, hasbun Allah, wa ni'mal wakil. Po ashtu, si dobi tjetër është frika që ja shtin Allahu jo besimtarve. Kur ne jemi të mbështetur në Allah, këtu në matematika, dhe këtu i kemi problemet. Nëse mbështetemi në Allah, dhe fitojmë si Ibrahimi dhe Muhamedi a.s. Çfarë do ndodhe me ato tjerët? Do hupin si hupin Nemrudi edhe Ebu Sufjani. Do hupin, premtimi Allahut Gjelle Shanuhu. Po nëse ne kemi frikë, atëherë ato do jenë ma ashpër kundër neve. Ndërsa frika është premtimi Allahut që e ushti në zemër
jo besimtarve. Ata kanë frikë prej neve, ne këtë duhet të adim dhe të jemi bindur. A ne s'duhet kemi frikë dhe duhet të vazhdojmë aktivitetet tona. Çfarë thot Pejgamberi selam? Nusirtu birru'bi mesira shahr. Mu dhën ndihma nga Allahu përmes frikës që u futej armiqve në një distancë për një muaj udhtim. Një muaj udhtim janë largu dushmant vetëm nga frika që ka shti Allahu në zemër. Historia e re dëshmon për këtë mbështetje në Allahun. Rast më të mirë në historinë e re e kemi sakrifikimin, mbështetjen, bindjen në kauzën e familjes Jashari. Adem Jashari. A ishte i bindur që ka drejt dhe tjetë Zot i tokës vete që ja ka falë Allahu. A ishte i bindur të kjo. A s'kishte dyshim të kjo. Ama Serbia, Jugoslavia, JNA-ja, a din kushoj JNA-ja, behot ti e debe, këllë si që jënë qujtë ato formacionet atëherë. Ja mërë Adem Jashari, unë do jem nga ai cili do të luftoj dhe do të mbështetem në Allah dhe bismillah. Është njërë. Prishe be agjerimin se lufton, s'ka faj, thët Zoti që më ka hi Sërbin qafën, duhet me ek Sërbin edhe agjerimin duhet me e ba. Dhe u sakrifikua tër familja. Ama sot ne e gëzojmë më vetësin, pavarësin e një shtetit të tërë ku miliona shqiptar janë të lumtur, nga bindja dhe mbështetja edhe sakrifica e ati. Njëjtë me popullin e Gazës. Gaza ishte okupuar 2006. Po kur thoshin Gazalit edhe sot, hasbunallahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allah është mbrojtësi më i mirë, 2006 e lirun Gazën, inshallah prap do ta lirojnë. Ndërsa sakrificën do ta shpërblej Allahu. Lusë Allahu dhe lartësuar me emrat të tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na rrit bindjen ja Rob. Na rrit mbështetjen në ty ja Allah dhe na jep suksese. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.